Selam aleikum, hoxh, kur çajm, a prishet abdesi dhe namazi? Aleikum selam. Kemi dy lloj të çara. Kemi të qarë si shkak i devotshmërisë edhe i namazit, i Allahut, pra imanit, edhe e qarë e mërzisë, për një mërzi të caktuar. Edhe kemi dy situata, abdesin edhe namazin. Të abdesi, asnjë lloj e qarë nuk e prish, as e para, as e dyta. Namazin, nëse qarë njeriu në namaz për shkak të devotshmërisë, atëherë normal që nuk e prish kjo namazin, sepse edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qarë namaz. Tek e qara mbrana namaz për diçka tjetër, jo për namaz, po t'u ka kujtu një i dashur yti që të ka vdek, ose që e ke smut, ose ndonjë problem i caktuar të është ngushtuar dynjaja me telashe, edhe çan në namaz, atëherë ka prej dietarëve që thonë se prishet namazi, ka prej atyre që nuk e thonë nuk prishet namazi. Çfarë përgjigje do të kisha dhënë? Do ta kisha gjetë një mesatare. Mundoni që mos me çan namaz veç nëse vjen si shkak i devotshmërisë, i adhurimit. Përndryshe, sa të mundeni, ndaleni veten, sa të mundeni. Nuk po them që prishet namazi, por do ta konsideroja një mendim mesatar, do të ishte pa pëlqyer. Domethënë jetu tu fol me Zotin, po fal namaz për hir të Allahut, edhe në anën tjetër po të kujtohen rastet e caktuara të dunjas, kur të kujtohen rastet e caktuara dhe vjen deri te e çara, kjo e me kuptu se nuk je i përkushtuar në namaz. E mos përkushtimi në namaz, e dobëson spaku namazin, e kështu që themi, është e papëlqyer. Allahu të rujtë.